keq, por nuk dua t'i gjykoj sepse ato ndoshta kanë një luftë brenda vetes tyre, ndoshta ka diçka që nuk shkon në momente dhe inshallah ato rikthehen, por nuk do thot, nuk mund të themi ne nuk jam muslimane apo dikush që del aty dhe kërcen apo vën me i kap shumë etj. Në fillimet e mia thosha të njëjtën gjë gjykoja, por tani kuptoj që kam arritur në një stad kuptoj që edhe unë gjykoj për çfarë? Në fund do jenë ato, është mes tyre dhe Allahut, në fund ato do gjykohen. Sigurisht unë nuk marr mesazhet për unë nuk mësoj prej tyre. Nëse ka femra, them më vjen keq që shoh, por që edhe unë nuk jam perfekte, nuk mund të gjykoj, unë nuk po e mbaj vetë shamin dhe po bëj gabim, sepse kur them gabim është obligim. Dhe prandaj nuk duhet t'i godasim, t'i sulmojmë direkt. Ndoshta ato po bëjnë diçka, ndoshta kështu, ndoshta ashtu, hamencimi është haram në Islam. Të hamencosh, çado të jetë, më mirë foli tjetrit troç, në mënyrë të butë, gjithmonë, sepse ka njerëz që marrin keq, ters, njerëz që ndihen keq në atë momente, ti thua diçka më keq dhe ai ndihet keq. Sigurisht jemi të gjithë një lloj, por nuk ka njerëz që mund t'i bëjnë vërtet gjëra thjesht për të dukur, po edhe ato nuk ka frikë Allahun. Nëse ajo ndihet mirë me veprimet që është duke bërë, atëherë është mes saj dhe Allahut. Nuk kemi pse gjykojmë, jo po kjo kështu, jo pa ashtu. Çdo musliman i di të gjitha gjërat që duhet në lidhje me Islamin. Pastaj, çfarë duhet të bëj, është mes tyre dhe Allahut. Sigurisht ne kemi të drejtën kur shohim diçka, ta themi, ta këshillojmë, por nuk më vjen keq sepse nuk është se dua të tregohem feministe. Unë jam me të drejtën, nuk ka edhe meshkujt që kanë të drejtat e tyre dhe femrat kanë të drejtën e tyre. Por më vjen keq sepse jemi një popull patriarkal në kuptimin që kemi këto ngjasime, ndoshta edhe me kulturën arabe, pjesa e patriarkalizmit apo e meshkujve që të marrin vendime. Shpesh herë gabimet që bëhen kur shpjegohen, kur jepen ligjërata nga hoxhallarët, siç e thash, japin atë mesazhin gabim. Si nuk pash një hoxhallar të dëgjoj, të tregoj sjelljen e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të. Si nuk thonë, në momentin po din të thonë vetëm çfarë duhet dhe çfarë s'duhet bëj gruaja, din të japin atë frikën, në vend që të tregojnë që njeriu duhet të ketë frikë Allahut, ato japin mesazhin që femra të ketë frikë mashkullit. Se unë personalisht